Koha për bisedën në studio, si që njoftuam në hyrje të këtij emisioni, diskutojmë për listat e subjekteve politike për garën e 7 qershorit. Këtu me mua në studio është profesori Nexhmedin Smahiu. Profesor, më mbrëma, mirë se erdhët. Mirë se gjithë, fitim. Profesor, e nisim fillimisht me listat të shumë përfolura gjatë ditës së sotme. LDK sapo publikoi listën e saj, u komentua mjaftueshëm gjatë ditës lënia jashtë top 10-shes së Hykmete Bajramit dhe Abdullah Hotit. Si e komentoni ju fillimisht lënien jashtë të këtyre dy figurave të LDK-s? Po, tash vetë fakti që Lumiri ka bë koalicion me Vjosën, qëllimi ka qenë për me i spostu pak kundërshtar të vetë politik brenda partisë. Kështu që kjo ka qenë e pritshme. Por proklamimi që bë ribashkimit të djathës, kjo nuk po shihet, domethënë që figurat shumëta të Lidhjes Demokratike, të cilat kanë pas peshë në të kaluarën e që në një mënyrë janë pensionuar para kohë, nuk janë rikthyer, e që besoj që kishin me dhënë një vrull të madh LDK-s edhe kishin me çu peshë, si për shembull Adem Salihaj, Marem Sfarçat, Frizajt, Fatmir Xhepi, Gjilanit. Pati një lëvizje nga Dega Kuduevës me Agim Veliu. Agim Veliu nga Abdigjiku e mirë priti, por e refuzoi vetë Veliu këtë prurje pikërisht për shkak të zonës Osmani. Ndoshta nuk e di, po ndoshta nuk është afruar vend meritor pas një përbuze që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohë. Jo, pikërisht ky ishte qëndrimi i tij gjatë ditës së djeshme, që nuk mund të jenë pjesë e... Po, nëse i kanë thonë për shembull hajde në listë aty 105 a 106 shembull, se nuk e di këtë, po më nuk jam informuar, e natyrshme që Agim Veliu do ta ketë refuzuar, por se besoj që ky proklamimi i figurave të së djathës edhe ribashkimi është i qartë që nuk ka ndodhur. Domethënë pa këto figura. Megjithatë, çka flet kjo për LDK-n, lënia jashtë e këtyre dy figurave, pasi që as Hoti e as Zonja Bajrami nuk ishin pjesë as të dielën në hapjen dhe në zyrtarizimin e zonës. E natyrshme kjo, e natyrshme. Domethënë ne kemi dëgjuar në intervistat e tyre mendimin e tyre për Vjosa Osmanin, kështu që ky ka qenë një gjë e pritshme që reagimi i tyre ka më qenë i tillë. Tash mbetet që me votë Abdullah Hoti e tjerë dëshmojnë që vendi, domethënë ku është pozicionuar, nuk ka qenë adekuat. Tek e fundit tashmë kjo listat e tregon cilët janë persona më të aftë, afërsia e atij politikani me liderin e partisë. Domethënë, që është në këtë rast Vjosa që e ka vendosur edhe para vetes vet Lumiri. Por edhe njerëzit të cilët e votojnë për shembull që nuk i intereson më shumë, por që veç e votojnë Lumirin, ata për shembull si këshyrin emrat i vendosin 10 partë, edhe prandaj është kjo i vendosin për, domethënë nuk këshyrin kandidat. Prandaj ka përparësi kush vendoset në këto 10 e parë, sepse kjo tregon kush janë personat më të afërt me liderin. Po dhe pikërisht ajo që ra në sy në një hedhje të shpejtë të syrit, pra të kësaj liste është pozicionimi numër 7 i zonjës Albena Reshita, e sapo ardhur nga pikërisht partia Guxove të vendosje në LDK. Po kjo tregon që Vjosa Osmani ka qenë negociator e fortë që ka shitur shtrenjtë lëkurën e vet. Osmani ka shitur shtrenjtë lëkurën e vet. Po, domethënë sepse hysh në këtë listë me 20 emra, domethënë duke qenë veç një person. Dhe ti fusësh 20 emra dhe në mesin e 4 po i shohune që janë nga... Po, në këtë 20-shën e parë janë edhe zotrej Avdyli, zonja Satoci. Jeta, Albena, edhe kush tjetër që ka Jeta, Albena... Po, zotrej Avdyli është numër 15, Fahrie Hoti është numër 13. Domethënë në mesin e 10 parëve janë 3. Domethënë të në mesin e 15 plus janë edhe 2 tjerë. Riktheje zonja Valentina Bonjaku, Regjepi, edhe zotri Gjafer Tahiri është në 20-shën e parë. Po, edhe Gjaferi mund nuk konsideru, domethënë si njëri që e ka pozicionuar
e Vjosa Osmani, kështu që... Që pati reagim edhe nga Zotri Abdigjiku gjatë javës së kaluar për këtë çështje. Kjo është thjesht Vjosa Osmani, kanë që negociatore fort, ka shit shtrejt kurën e vetë edhe është pozicionu mirë. Tash të shohim rezultatin se si do të konvertohet kjo në votën e qytetarëve të Kosovës. Po dhe pikrisht për këta emra që kaluan në LDK, pati shumë komente se a është një rikthim klasik në LDK apo vetëm bashkëpunim sa i përket betejës së 7 qershorit, sipas asaj që juve u merr mendja, a është kjo vetëm lëvizje për zgjedhje apo është tamam rikthim në shtëpi? Sepse vetëvendosja akuzon se janë bërë bashkë vetëm sa për 7 qershorin. Po tash, imagjino nëse për shembull LDK arrin me i fut 20 veta dhe për aty 20 veta 15 nga lista e Vjosa Osmanit, atëherë e natyrshme që do të paraqitet domethënë kërkesa që Vjosa ta merr leadershipin në LDK-s. Tash varet se si do të jetë rezultati, do ta përcaktojë edhe fatin e ardhshëm të LDK-s, edhe përkatësisht të listës së Vjosës, a do të konvertohet në një parti të veçantë, apo do të kërkojë që ta marrë komplet LDK në dorë, do të shohim se si do të pozicionohen, sa do të ketë sukses që kandidatët që ka shtyr Vjosa të jenë aty në mirë. Po ajo nëse për shembull për këta 20 veta i ndonë simpatizante vetë, domethënë ju jap përparësi, i bjen që me konë 12 që po shumë ma letë me dalë në sipërfaqe se sa që kandidatë tjerë të LDK-s, që prandaj kanë të drejtë të jenë të pakënaqur të gjithë ta që një farë lloj opozite brendshme brenda LDK-s. Dhe sa indikon kjo LDK-s në zgjedhje për shkak se ka akter të LDK-s që thonë se me afrimin e Osmanit dhe emrave të rinj në parti do të rritën për 10% më shumë, pra pati deklarata gjatë ditës së sotme, a indikon kjo realisht përçarje brendshme LDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit, apo realisht e përforcojnë LDK? Jo, mendoj që tash për shembull krejt pakënaqësia që është aty për shembull e Abdullah Hotit, për shembull edhe simpatizantëve të tij, nuk përderisa është pjesë e listës, ata domosdoshmë që kanë votuar LDK. Po nashta ata se votojnë Lumirin, se votojnë Vjosën, se votojnë, domethënë, këta kandidat i votojnë ata të cilët ja u sugjeron Abdullah Hoti, por ata prapë se prapë këto vota kanë me shku në kazonin e LDK-s, kështu që gjithsesi LDK-ja mundet me qenë më fort, domethënë, përveç se nëse domethënë në fushate cila Vjosa Osmani bën në mënyrë shumë agresive dhe shumë energjike, që nisi shumë herët realisht. Po edhe nëse gabon, atëherë gabimi është domethënë kushton më shtrenjtë. Kjo është njësoj sikur kur revozit kirrën, edhe nëse ecë me shpejtësi ngadalshme, ti ma ngadalë mbrin atje të caku, po edhe nëse bën ndeshje, pështon ma letë, nëse bën aksident. Po nëse vozit shpejt, ti mbrin shumë ma shpejt të caku, por me bo aksident, domethënë e pëson shumë ma keq. Edhe tash, mendoj një nga këto aksidentet që ka bo Vjosa Osmani ishte kjo, ishte huqe totale kjo me bëndstilin, domethënë akuza për bëndstilin, sepse e para, domethënë njerëzit logjikisht shtrojnë pyetjen, nëse ku ishe deri tani, domethënë pse nuk flisje, sepse presidentja nuk është përmjam që gabimet të cilat i kushtojnë shtetit të Kosovës me hesht. Ajo është dashur me reagu me kohë. Se po reagon tani në fushat, do më thonë, në qofse Albin Kurti të ta kishte zgjedhur presidenta, e kishte me vazhdu me hesht këtë punën e bëndstillit. Leqë aty
tash nuk e di sa A është e pat më shumë vërtet. në konotacion të së vërtetës apo përdorim fushate? Jo, po kjo është si të qoftë është fushat, po mendoj që është domethënë një element i huqur i fushatës së saj. Pikërisht për këtë. Domethënë nëse është vërtet ka ndodhur, do është me reagu me kohë. Dhe jo tani. Pikërisht tek gjua e përdorur, ka qenë edhe zotri Kurti që ka thënë se nuk do të ngatruar dëshirat me faktet, sa i përket listës së përbashkët të Osmanit dhe Abdi Gjikut, ndërkohë që ishte vetë Osmani ajo që të dielën i quajti frikacak pra lëvizjen vetëvendosje. Ky është shpërsimi i gjuhës në kaq pak kohë, sa ndikon në elektorat kur kihet parasysh se vetë zonja Osmani kur kaloi me guxon në garën e përbashkët me vetëvendosjen morë elektorat nga LDK-ja, pra sa do të arrijë që tani të marrë elektorat mbrapsht në LDK? Unë sot isha në një lokal, domethënë paradite, apo kamesdita, edhe ku ishin simpatizant të vetëvendosjes, simpatizant të PDK-s dhe TDK-s. Dhe ndodhe një gjë shumë e habitshme për mua, derisa ata simpatizant antar të LDK-s, heshnin, ta filluan të kacafytën simpatizant të PDK-s me të vetëvendosjes, po elementi për cilin u kacafytëshën ishin se kush është më i mirë, Vjosa ose Albini. Pra është kthyer në një luftë mes Osmanit dhe Kurtit. Edhe më duke tepër interesante që këta simpatizant të PDK-s e lavdronin Vjosën, edhe përmes Vjosës e kundërshtonin Albinin. Dhe kjo ndoshta është një farë lloj, si të them, indikatori. A është dërzuar Partia Demokratike në edhe që shka me shku fushata në të ardhmen. Më thonë që një sa kanë me në qenë hije, dhe më thonë, aktivistët e LDK-s, sa të heshë, edhe sa ama shumë kanë me përkra simpatizant të PDK-s edhe propaganda të PDK-s Vjosën, apo Bedir Hamzën edhe, dhe më thonë, kandidat të PDK-s. Që kjo më duk tepër interesante, më thonë, si një betej verbale mes dy palve. Që si shamsumin dhe gjurë ndonjëherë që simpatizante PDK-s me përkra Vjosa Osmanin. Po dhe pikërisht tek kjo çështje mes zonjës Osmani, si thash edhe më herët në pyetjen që ua parashtrova, LDK është e bindur se rritet në përqindje, megjithatë vetëvendosja thotë se gara është për vendin e dytë, a arrin pra edhe një herë po a bëj pyetjen që Osmani të marrë mbrapsht nga elektorati që e dërgoi në vetëvendosje. Po besoj që një pjesë do ta marrë, tash sa do të jetë pjesë është pak herët me fol për këtë pjesë, sepse do të varet se si do të zhvillohet fushata për këto sa kanë mbetur, për këto ma pak se 3 javë. Atëherë, ndoshta kur t'jemi më afër zgjedhjeve dhe mund ta kemi një pasqyrë më të qartë se ka po rrjedhin gjërat. Mendoj se përgjithsisht tani për tani elektorati i Kosovës është tepër konfuz. Shoh njerëz të cilët janë të zhgënjur me vetëvendosjen, shoh njerëz të janë zhgënjur me LDK-n, shoh njerëz të zhgënjur me PDK-n, dhe pikërisht për këtë PSD-ja po përpiqet me kapitalizu. Po dhe nuk e di tash sa ka me arrit ajo me kapitalizu, domethënë këtë zhgënjim të përgjithshëm por ndoshta do dalin më pak njerëz në zgjedhje të nënqershorit, dhe nëse dalin më pak njerëz të zgjedhje, atë shtrohet pyetja të kujt elektorat kanë me mungu më shumë. Se nëse mungojnë nuk ju dalin për gjitha partive, dikuj kanë me dalin më shumë, dikuj më pak, edhe kjo ka me përbo dallimin në rezultatin e zgjedhjeve krahasuar për shembull me zgjedhjet e nënshkurtit ose të 28 dhjetorit. Dhe pikërisht gara pra është duke u bërë edhe për diasporën, kemi parë në ato ditë e para që sikur zonja Osmani ashtu edhe zotri Kurti i bën thirrje mërgatës pra për regjistrim dhe që të votojnë, por edhe që të vinë të votojnë. Pra qershori është fillimi i verës aty ku edhe pritet pra që të ketë mërgatë. Sa realisht mund të përfitoj Osmani nga zhgënjimi i votuesit
për mos kandidimin e saj si presidente, me që ka qenë përkrahur në masë të madhe edhe nga diaspora që ajo tjetë presidente edhe për një mandat? Po, diaspora ka qenë shumë komot në dyshën Kurti Osmani. Edhe tash ndarja tyre pak i ka trullosur diasporën, se ka do të jam sy. Do të shumë mirë, po fushatën vejmë edhe do të qartësoj këtë, sepse thjesht njerëzit do të duhet të përcaktohen ku do të qesin votën, të LDK-ja të vetëvendosja. Diaspora është një element të rëndësishëm, sepse na shumica popullit Kosovës jeton në diasporë. Më shumë ka shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë Kosovës sesa që jetojnë brenda Kosovës. Brenda Kosovës në statistika të regunë se ishim dikun ka 1.700.000, po unë besoj që ma shumë janë në jashtë, edhe pse shikoj edhe listat e votime, për shembull listat janë dikun 2.100.000 në listën e votime, plus që ka mund të ketë diasporë, domethënë e cila nuk është regjistruar në listën e votime fare, por përgjithsisht roli i saj është tepër i madh, është i rëndësishëm, edhe është në një mënyrë një vot, jo vetëm një vot, por është një vot e njerëzve të cilët nuk kanë interesa kështu lokale, të brendshme, është një personale shumë, po është një perceptim i interesit të Kosovës. Domethënë, qysh ata perceptojnë interesin e Kosovës, po nga jashtë ashtu edhe i japin votën, prandaj edhe është një satisfaksion moral për atë që e merr votën e diasporës. Po dhe kur jemi tek presidenti edhe vetë Lidhja Demokratike e Kosovës e ka bërë të qartë se Zonja Osmani, edhe pse është bartës e listës, qëllimi i saj pra është presidenca, të siguroj atë mandatin e shumë kërkuar, sa realisht e shihni të mundshëm këtë, pasi që Kurti ka qenë vetë ai që ka thënë se mund të shkojmë në një cikël të pafundëm zgjedhor. Pra, Osmani garën për presidente, Abdi Gjiku për kryeministër, por mund të përfundojmë përsëri me negociata mes partishme. Kjo mund të ndodhë, domethënë vetëm në rast se opozita fiton shumicën e votave, edhe Albin Kurti fiton më pak se 40 deputet. Atëherë e sigurt që Vjosa Osmani do të jetë presidente, që kryeministri do të jetë nga PDK-ja, pra mund të ketë një marrëveshje PDK-LDK për pushtetin? Po, patjetër. Por nuk më përmenja që... A jep PDK vot për Osmanin për këtë marrëveshje që po? Nëse bujnë koalicion, sigurisht që jep. Po nëse Albin Kurti ka më pas mbi 40 deputet, atëherë kjo bët e pamundur zgjedhja e Vjosa Osmanit për presidente. Dhe na qënë prapë në zgjedhja? Tash, pas gjithë kësaj, mendoj zgjedhja ma e padëshuruar për Albin Kurtin për presidente do të jetë Vjosa Osmani. Domethënë, mund ta pranoj këdo tjetër, po jo Vjosa Osmani. Kështu që kjo bët e qartë që në rast se Albini fiton mbi 40 deputet, Vjosa nuk mund të jetë president. Po në rast se opozita fiton, domethënë bjen Albin Kurti nër 40 deputet, e sigurt, domethënë që Vjosa Osmani ka më qenë presidente, kryeministri nga PDK-ja, edhe domethënë ky ka më qenë marrëveshje e koalicionit. Por atash mbetet krejt në si do të jetë rezultati. Edhe prandaj pse Vjosa ka thënë që do të kandidon për presidente, jo për kryeministër, është thjesht sepse njerëzit janë mësuar me pa atë si presidente, është krijuar një percepcion për të sikur ai ka qenë presidente Zoja, edhe që edhe pse ky mendimi im personal nuk është që ai ka qenë presidente e Zoja. Sollë njohje të reja, me gjithë atë? Njohjen e Zairit e ka pru Bexhet Pacolli, njohjen e Serisë të Sudanit e ka pru
Erdogani, që nuk është mund në me domenin e zonjës Osmani, megjithatë është Po mandati është i saj në mandat... dhe ishte edhe ajo atje për ta zyrtarizuar. Për të është dikuj, natyrisht që përdej se je president, që ty do të dërzohet ajo nota e njohjes, por kjo nuk do me thonë që ti angazhu edhe ke bo punën e duhur për me ne dim se sa ka prit Siria që me që një letër Vjosa Osmanit se nuk e ka quë për me dhonë njohjen. Ne dim të prej dëshmisë Arbër Vokrit, që e ka lëbu atë njohje me kohë dhe që e dim edhe për rëndësin që ka pasur në këtë mes stërnipi në linjë direkte mashkullore i Lek Dugagjinit, i cili është ndër atë njerëz kryesor të pushtetit të atjeshëm, por dhe shok i Arbër Vokrit, por që nuk presidenti ka hezitu me quë qoftë edhe i letër, të nuk mund të me atrobue që njohja prej serisë është meritë të saj. Për të mos dalë shumë nga tema, profesor, kthehemi tek partitë politike dhe gara e 7 qershorit, derisa LDK pati shumë lëvizje, me emra u bashkua edhe me Vjosa Osmanin, ka qenë Partia Demokratike e Kosovës, ajo që ka qenë më e heshtur, ka rship ardhjeve, prurjeve të reja dhe me zë, i mbyll derën edhe Fatmir Limajt për garë brenda partisë, si e pat refuzimin e Hamzës ndaj Limajt? Mendoj që kanë bërë gabim, sepse tash nuk shtrohet pyetja, është pak e pritshme që PDK ta kaloj vetëvendosjen, domethënë të dalë partia e parë. A rrezikon që të jetë edhe e treta? Në ndërkohë që tash me pritjen që LDK mund të rritet, mund të dalë partia e tretë. Që një vot mund të ndaj vendin e dytë e tretë mund, tash nuk e dim akoma sot do të jetë suksesi i LDK-s me Vjosën, por që tash seriozisht rrezikohet vendi i dytë për PDK-n, është më se qartë. Dhe Fatmir Limaj mund të përbënte dallimin, nuk është pak ti nëse 20.000 vota me nisme në zgjedhjet e fundit. Po për 3% domethënë ti ecë përpara. Nuk është njësoj si më pas 20% si 23%, sepse në këtë rast thjesht mundet me qenë e kaluar pe LDK-s. Por mendoj që kjo rasti Limaj tregon një send që politikanët tonë le që nuk po shqetësohen ose nuk e kanë interes primar, interesin kombëtar të Kosovës, pas edhe interesin partjak. Domthonë kanë vu përpara vetëm interesat personale. Madje edhe interesat partjake i kanë lënë në anash, kështu që sepse normalisht a mund të konsiderohet edhe frikë nga Partia Demokratike e Kosovës për shkak se ka mundur të ndodhë pra e njëjta gjithmonë mes sikurse asaj që ndodhi pra mes nismës dhe EAK-s në zgjedhjet e fundit, pra ndarja e Limajt nga zotëria Haradinaj, sa ka mundur pra t'i shërbej kjo Partisë Demokratike që të vijë në këtë vendim për të mos e marrë nismën dhe Fatmir Limajin brenda PDK-s? Ajo thjesht ka mund ta provoj. Ka mund t'i afroj Fatmir Limajt vetëm për shembull 3 kandidatë në listë, 3 emra. Kështu që, domethënë, ata e sigurt që ata 3 emra kishin më fut në parlament, po njëkohësisht, domethënë, kish me qenë edhe kontributi i nismës në përqindjen e Partisë Demokratike. Kështu që në PDK-s kish hup pushim në atë, edhe nëse mas zgjedhjeve nisma ishte ndopi PDK-s për ndonjë interes, por mendoj që frika nuk ka qenë aty, frika ka qenë që në rast se Fatmir Limaj do të futet në listën e PDK-s, mund të dilte fare lehtë i pari, më i votuari. Mbi Bedri Hamzën. Ndoshta, edhe mbi Bedriun, prandaj nëse jo mbi Bedriun mund të ishte i dyti. Prandaj edhe kjo gjë, domethënë njerëzve tjerë aty në kryesinë e PDK-s nuk e ka shku për shtate, nuk e kanë pa këtë si interes që tash me... Megjithatë vetë zotëri Hamza tha se e ftojmë Limajin që të na ndihmoj për përgatitjet për 7 qershorin dhe diskutojmë pastaj. Ai fton këtë popullin me ndihmu, domethënë natyrshme që them, por unë besoj që vota nëse Limaj nuk përfshihet në asnjë listë,
atëherë besoj që votues të tij do të abstenojnë nga votime. Kjo kishte më qenë më natyrshme, domethënë më ndodhet. Po 60% fytyra të reja në PDK, kështu tha Hamza, siç jemi mësuar pra të shohim në këto ciklet zgjedhore të fundit ku në secilën listë ka pasur figura të reja, sa i kontribuojnë këto Partisë Demokratike në këtë kohë kur u tha se edhe zotri Najt Hasani do të jetë jashtë bashkë edhe me disa figura tjera kyçe të PDK-s, siç u tha nëpër media sot gjatë ditës, pra sa realisht përbën rrezik për Partinë Demokratike kjo situatë aktuale. Nuk di të cilat figurët do të mënyrën, por mendoj mungesa në Najt Hasanit. Se në kohën që po flasim, Partia Demokratike ende nuk e ka bërë publike. Është thjesht mund të jetë një akt moral i Bedri Hamzës, domethënë se thjesht ai ka ndërtuar një profil të tillë të politikanët që nuk dëshiron më përzime dallavere. Domethënë është pak më domethënë këtë shumë i kujdesshëm edhe i kursyer në këto dhe tash emri i Najt Hasanit në zgjedhjet e kaluara është lakuar së tepërmi në sensi negativ për shkak të atyre dallaverave me vota që janë bërë në komunën e Prizrenit. Dhe kështu që është krejt natyrshme që ta ketë lënë jashtë listës për këtë arsye. Po dhe kur jemi tek PDK-ja dhe zotri Limaj ka pasur një reagim të minutave të fundit nga zotri Artan Berami, ish deputet i legislaturës së 10 pra të PDK-s. Këto ditë nuk kanë qenë të lehta për PDK-n, por as për mua personalisht kam qenë dhe jam mbështetës i madh i rikthimit të Fatmir Limajt në PDK. Emri i tij si njëri nga ish-themeluesit e PDK-s do të pasuronte edhe më shumë listën tonë. Megjithatë, unë respektoj vendimin e kryesisë, kam respektuar gjithmonë vendimet e partisë edhe atëherë kur nuk jam pajtuar me to, sepse për mua PDK ka qenë dhe do të mbetet më e madhe se çdo individ. Në këtë drejtim mendoj që elektorati i PDK-s është dashur të dëgjohet më shumë në këtë proces. Pra, zotri Behrami që thotë se Limaj duhet të ishte pjesë e Partisë Demokratike. Është mendimi i tij edhe mendoj që pajtohem plotësisht me to, e thash edhe më parë. Po ajo çfarë domethënë informacioni i momenteve të fundit është që në listën e vetëvendosjes do të jetë imami Osman Musliu, imami i Drenasit. Kjo domethënë që ai do të jetë një deputet i jashtëm. Bëhet deputet qytetar. Besoj që ai Osman Musliu gëzon simpati të madhe në komunitet, në përgjithësisht në të zgjedhësit në Kosovë. Ende në pritje të listës së vetëvendosjes. Jam i bindur që domethënë që ai sigurisht që fiton garën. Edhe po të ishte në një parti shumë të vogël, do të mund të zgjedhë deputet e lëmo në partinë më të madhe, mendoj që nuk e ka të vështirë që të depërtoj. Po, pikërisht tek vetëvendosje, pra sa jemi duke pritur ende publikimin e listës, ka qenë vetë Hysen Durmishi që ka thënë se nuk do të jetë kandidat, ndërkohë që vetë kryeministri Kurti përmes postimeve në Facebook ka njoftuar për 2 prurje të reja që do të jenë pjesë, pra 3 në fakt, që do të jenë pjesë e listës. Pra si keni parë këto zhvillime në vetëvendosje ku është pastruar një varforme partia me emrat e vjetër, me emrat e ri, pra është bërë një zëvendësim. Nuk e di se të janë emrat të ri, sepse unë dëgjova, por nuk më duken emra... Krenare Qerkini, Adelina Tërshani, pra këto janë prurjet e reja të dy më të fundit. Nuk është ndoshta ka konjumtur dhe ka janë personalitete meritore, por që nuk sa përcjellon në skenën publike të Kosovës, nuk më ka rati dëgjojnë, ndoj që janë personalitete zakonisht, kur futet një personalitet, ai duhet me qenë i njohur për publikun e gjerë. Domethënë, duhet me pas një background cilë të njohur për publikun edhe me ditë publiku që mendon për çështje të caktuara e tjera. Tash nuk po mendoj që është ndonjë sa është këtë tjetër, për shembull, prurja për
me Osman Musliun, se në një kretë Kosova dhe e din që çfarë përfaqëson edhe ndikimi i tij edhe kështu që kjo është veç, domethënë, e shton votën e vetëvendosjes. Sa indikon realisht vetëvendosjes për atë që tashmë guxo ka mbetur me vetëm 2 kryetarët e saj, Zoni Ngërvalla dhe Faton Peci, nga figurat e mëdha që kanë marrë vota me PSHDK me Zonin Kusari, pra. Jo, besoj që në është edhe Blerim Gashani edhe Blerim Gashi, kush tjetër, Nezir Kraki, personalitete të tjera, por sigurisht që një pjesë e elektoratit të Guxo ka kaluar tek Vjosa Osmani, te LDK-ja, dhe kjo do të shohim se si do të reflektohet në rezultat. Dhe krejt në fund pra të këtij edicioni, profesor, diskutojmë edhe për listën e aleancës për ardhmërinë e Kosovës. AK-ja me Ardian Gjinin mbartës të listës, Zotri Haradinaj i 11 në listën e AK-s, ky ndryshim i aleancës për të mirën e saj apo jo, si e shihni jo këtë renditje më 7 qershor? Pavarësisht që kam vlerësim të lartë për Ardian Gjinin si politikan, mendoj që njerëzit në aleancë janë mësu me pa Ramushin tjetë njëshi aleancës dhe kështu që ky eksperimentim që ka bërë Ramushi me to nuk ma mërmenit që mundet me qenë me rezultu i sukses shumë. Sepse njerëz, për shumë, kërkush në aleancë nuk është në antar i aleancës që nuk e dë Ramushin. Ndoshta kjo është arsyeja pse është pozicionuar kurse në aleancë sigurisht që ka një konkurrencë aty brenda dhe ka plot veta që nuk e dojnë Ardianin. Nuk e duan. Tash ata nuk guxojnë me dalë hapur, dhe për shkak të Ramushit edhe për shkak të them, por kur vjen puna te vota aty është tjetër muhabet. Dhe kështu që kjo është koxha një eksperimentim i guximshëm nga ana e Ramush Haradinaj. Po, sa mund të në zgjedhjet e fundit pati një numër të konsiderueshëm pra prej antarëve, sa antar mund të ketë në kuvend me këtë listë bashkë me Gjinin kandidat? Tani, nëse do të ketë një abstenim të përgjithshëm të votave, po mendoj atëherë kjo i shton gjasat aleancës, domethënë që e mundësinë për me kalu pragun, që mos me rreziku pragun. Por besoj që aty do të jetë, domethënë tek ajo përqindje që ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara. Po, profesor, falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë për qenë pjesë e Infonatës sonte. Faleminderit ty, Fitim. Shikues të nderuar, ka qenë kjo gjithçka për këtë edicion të Infonatës. Unë ju përshëndes dhe ju vazhdoni të qëndroni me programet e TVN. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.